Basi Shaban tha, ka gjumë aftumat, kur ja kum gjumë bungën, tha, ja kum tha nënë, tha, ju ka shku, tha, piskom. Çmimin e fundit i kam dhënë 12.000, okej, tha, gra mas meje. Me nxitim ju drejtua kullave të jasharëve në Prekaz. Por krismat që i dëgjoi Emil Lati me 22 janar të vitit 1998 shpejt ndaluan. Me të arritur këto, Emil Lati kuptoi se jasharët e Prekazit ishin sulmuar edhe një herë. Por shpejt u kuptua se forcat serbe kishin dështuar për herë të dytë. La pauzit terë, tha, që tha se më duket tha juron tha jasharëve, edhe kur më dolë për jashtë ishin kon plumbat, u dëkshin për neva aty kështu si me dritë, u dëkshin nxixat e plumbave. Edhe krizma kështu të mëdha, po deri në orë na deri kon të bunkere, se na këtu e kena pas gotë si pik, kështu mu të bukë, hydraulitë, lushtak, që janë kohë sa më orë me çajna kon. Deri në orë na këtu domethënë krizmat e nol. Ani pse kanë kaluar 28 vjet nga sulmi i dytë mbi familjen jashare, kujtimet e asaj dite i ka të freskëta Emil Lati. Madje në detaje i kujtohet biseda e komandantit legjendar Adem Jashari me të birin kushtrimin. Unë kujtohet kushtrimi, u ko djali Ademit, edhe ishëm koridor, unë Ademi, bashkimi, edhe qëta më kujtohet shtu shumë mirë, edhe tash për ja ban për vejt tash Ademi kushtrimin. Që shketha puna këtu, kur i kanë himrana këtu në koridor të udës. Babush edhe u konë i djali shkurt, u konë i djali shtu, u konë i qesharak u konë. Babush edhe sëtë kënë për koridor, tha i kena pritë edhe në himrana, tha babu, basi Shaban tha, ka gjumë aftumat, kur ja kum gjumë bungën, tha ja kum tha nënë, tha ju ka shku, tha piskom. Kreu i OVL-UÇK-s në Skenderaj me TV1 ka ndarë edhe momente që i kaloi brenda familjes jashare. Une, ju kum bashkanxit Ademit 94, ju kum bashkanxit, po fotën e kum posë mi qitë qaj edhe para se me dollë në malë, para se me luftu natën ishen, e kum posë fotën mi qitë qaj, me bojës me të ju morë këtu, kum najtë. Një histori të veçantë me jasharët të Ruan edhe Gjafer Sfarqa. Ky i fundit kujton momentet kur bëri pazar me vetë komandantin legjendar për këtë traktor. Unë kom po tregtime traktora, në Skenderaj e hanë e kona e ditë, edhe ky ardhë me një motor, edhe u ka këqyrë me ble traktorin. Edhe më ka pytë sa traktori, i kom thonë 12.500. Çmimin e fundit i kom thonë 12.000, okej, tha gra mas meje. Edhe da ta shok, një varruk me lasheva, da shok që në konë, tha, ky kom ta marë traktorin, s'ka më thonë dinarin. Tha, shunja me traktor, ky me motor, që shka në e punë. Ndryshe vetëm 24 ditë pas sulmit të dytë, forcat të mëdha serbe u kthyen sërish për sulmin e tretë të marsit në Prekaz.